Në Muzeun e Sokuka 7 marsi u festua në mënyrë të veçantë me mësuesit veteran të Shkodrës, të cilët për vite me radhë dhanë kontributin e tyre në edukimin dhe formimin e brezave. Në këtë ditë të shënuar për ta, muzeu zgjolli këtë formë falënderimi për punën dhe gjithçka kanë bërë. Është një ditë e rëndësishme, na fton për reflektim, për t'i respektuar, për t'i mbështetur, për t'i promovuar, pasi siç e kuptojmë në kohët e një imperializmit, si thoshë, agresioni total mbi lehtësinë e gjërave, institucioni i mësuesit, institucioni arsimor, si përcjellës i domosdoshëm i vlerave, nuk mund të nënshtrohet një spontaniteti, po them kështu, teknologjik, që mund ta kthejnë individin në një qenie agresive edhe ndaj vetvetes edhe ndaj fenomeneve kulturore që shoqërojnë, si thosh, avancimin tonë në histori. Edhe pse të dalë në pension, kjo ditë mbetet e shënuar për çdo mësues. Ata i kujtojnë me nostalgji vitet e mësimdhënies, duke treguar se me kalimin e kohës, pasioni i mësuesve të rinj për fat të keq ka ardhur duke u zbehur. Është kënaqësi e madhe për ne kur vjen kjo ditë, sado që vitet kalojnë ne me themi ato që jemi, që në vitin e parë. Unë kam filluar punën në vitin 1971 në Jordanisja, kam ikë nga një shkollë në 2003 dhe për fatin tem e Zotit që mi ka dhënë të mundësi, unë punoj hala. Për kënaqësinë time pak të një orë matematikë mas dite në shtëpi. Dhe në takime të tilla si jena sot, ne gëzohemi se shohim breza të ndryshëm mësuesish. Ma vjen keq me thënë një fjalë me shumë sinqeritet. Kena qenë më të mirë. Kena punu më shumë. Kena qenë me më devocion. Nëse kena pa punën e mësimit, sado që unë kam dhënë matematikë, vetëm me dhënë matematikën. Për me dhënë shumë gjëra të tjera që fëmijët përfitojnë nga prezenca jonë në klasë. Me gjithë vështirësitë që përballet mësuesi çdo ditë në punën e tij, ky profesion mbetet fisnik dhe bujar në rritjen dhe edukimin e brezave.